Dhe më thonë, okay, unë s'kam frikë nga vdekja, unë kam frikë për fëmijët, po jo për veten. Dhe I them, ti nuk e ke arrit lirinë. Domethënë ti nuk e arrit akoma ta kuptosh që vdekja nuk ekziston. Po fati çfarë është? A ekziston? Jemi njerëz me fat kur themi që kjo më eci dhe un kam fat? Që do të thotë, nëse unë I them universit për shembull, dua të kem një shtëpi, universi më jep mungesë. Nëse unë absolutisht. Nëse operojmë nga dimensioni I tretë. Ndalo për një moment. Ndalo se vepruari pas punës, pas familjes, pas shoqërisë, pas jetës. Ndalo se vrapuari pas gjërave të jashtme. Përshëndetje miq, kemi ardhur në podcastin e radhës. Sot kam një të ftuar të veçantë. E ftova sepse un kam shumë pyetje në lidhje me spiritualitetin, me mendimet, me Akashic Records, me udhëfimin e shërimit kuantik. Ndaj kam të ftuar sot Uta Bushgjokaj. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Të Uta je përzgjedhura ime sot, do flasim për shumë gjëra. Do ta nisim me shërimin. Me shumë kënaqësi. Me shërimin në aspektin energjetik dhe në aspektin fizik. Po. Atëherë, gjithmonë po fokusohemi te aspekti energjetik. Smundjet, zakonisht smundjet fizike, të cilat operohen, jo operacion kirurgji, domethënë po smundjet të cilat ekzistojnë, unë mendoj që janë mbetje, ngecje energjetike në disa çakra, domethënë disa çakra nuk funksionojnë dhe ngecet energjia në një organ të caktuar. Çfarë është ngecja energjetike? Mundem? Çfarë është ngecja energjetike? Kjo ngecje energjetike zakonisht mund të jetë, ndoshta mund të jetë karmë, mund të jetë një kontratë, mund të jetë një betim, mund të jetë karma ose kontrata personale, por edhe me paraardhësit tanë. Paraardhës të cilët ne I njohim ose edhe nuk I njohim. I kemi takuar në këtë jetë ose nuk I kemi takuar. Frikrat, mungesat, të gjitha domethënë krijojnë një ngecje energjetike. Imagjinoj një lumë që rrjedh. Nëse ne ja bllokojmë rrjedhën këtu, çfarë do bëj uji? Uji do depërtojnë, do deformohet dhe do gjejnë degëzime tjera. Pra kjo ngecje energjetike janë këto karmat, le t'i quajmë karma, kontrata, betime, frikra etj. Në momentin që ne I përpunojmë këto e identifikojmë dhe e përpunojmë, do të thotë që do lirohet dhe uji do rrjedhin. Jo uji, por energjia do rrjedhin. Më përmende këto kontratat, përmende karmën. Tash do ndalesh pak te kontrata jetësore. Çfarë është, neve kur vim në jetë kemi një kontratë jetësore? Atë ta ndalojmë edhe ta sqarojmë pak, nuk ekziston një kontratë jetësore. Ka kontrata. Këto kontrata janë të ndryshme dhe kontratat janë marrëveshje, siç e kemi ne ne njerëzit fizik për shembull që bëjmë kontratë shitblerje, një provë një objekti, e njëjta kontratë ekziston në formë energjetike si shpirtra që jemi. Pra nëse unë le të marr një shembull, dimensionet më të larta si shpirt, kur kemi qenë, mund kemi zgjedhur për shembull do zgjedhim temën e dashurisë. Po. Sepse kur je si shpirt, jemi vetëm dritë dhe dashuri. Nuk ekziston e kundërta e kësaj. Në dualitet ku ne jemi, ku vim si njerëz, do ekzistojnë e kundërta. Cila është? Le të supozojmë që unë e ti, për shembull, ti do lidhim një kontratë shpirtërore. Ti do zgjedhësh temën e dashurisë. Në jetë fizike ne mund vim si partneritet, si bashkëshort, si në rolin familjar, për shembull prind fëmijë. Le të ndalojmë te roli prind fëmijë. Unë mund të jem nëna jote, ti mund të jetë djali vajza ime, pak rëndësi ka. Gjatë kësaj jete, duke qenë se ti ke temën e dashurisë, gjatë jetës unë do të ta nxij jetën, ty do ta jap të kundërtën e dashurisë. Do të neglizhoj, do të jap mungesë dashurie, mungesë vëmendje, mungesë prezence emocionale, ndoshta fizike, ndoshta mentale. Pra do ta shtroj tapetin e kuq që ti ta përjetosh mungesën e dashurisë, të kundërtën e kontratës. E qartë. Do me thënë, kjo ndodh me të gjithë njerëzit, neve nuk I takojmë rastësisht njerëzit që kemi takuar në jetë? Absolutisht asgjë nuk është rastësore. Është rastësore deri në momentin që bësh e vetëdijshëm, por në momentin që jetojmë në dualitet, është rastësore, por kur kalojmë në një vetëdije më të lartë, e kuptojmë që çdo gjë është e qëllimshme dhe në çdo marrëveshje, në çdo marrëdhënie, në çdo sfidë, ka vetëm mësim. Absolutisht asgjë tjetër nuk është qëllimi, vetëm I rritjes dhe I mësimit. Po fati, çfarë është? A ekziston? Jemi njerëz me fat kur themi që kjo më eci dhe un kam fat? Këtu dua të ndalem pak dua ta përmend Carl Jung. Zakonisht nuk përmend emra, për shembull, nuk përmend emra si as idhull
të ndriçuar, njerëz të ndriçuar, sepse nëse përmendin një person që ka qenë i ndriçuar, je ti ai person, jam unë ai person. Ti mund të ndriçosh, unë mund të ndriçohem. Gjithmonë duhet të fokusojmë te puna dhe praktika dhe te vetdia personale, plus edhe kolektive. Dua të përmend pak Carl Jung, thotë, e ka lënë një pasuri shumë të madhe, përderisa të pavetdijshmen nuk e bën të vetdijshme, atëherë ti do e quash fat. Çfarë do thotë kjo? A mund ta shpjegoj pak më gjatë? Patjetër. Çfarë do thotë kjo? Mendja ndahet në dy pjesë. Ose në dy role, në subkonsciencë dhe konsciencë. Subkonscienca është e panjohura. Konscienca është e njohura, ajo pjesë që e njohim. Në subkonscienca unë e jap shembuj personave me cilën punoj me ta, i jap shembuj i them që subkonscienca është si sfungjeri i cili është poshtë çesmes të ujit. Hapet çesmen, çesma janë persona që na rrethojnë në 7 vitet e para të jetës tonë. Subkonscienca është sfungjeri. Hapet çesmen, sfungjeri nuk di të thotë. Uji është i piset, uji është i pastër, nuk di të thotë shumë ujë, është pak ujë, nuk di të thotë uji është i ngrohtë, uji është i ftohtë. Vetëm e merr. Edhe subkonscienca. Pra, një fëmijë, një fosh, një sapo ardhur në jetë, ai ndoshta i dëgjon prindërit duke u zënë, prindërit kujton, prindët ose në ambientin rrethues personat. Personat nuk e dinë që ai i merr, pavarësisht se është në gjumë. Ai i merr, domethënë çdo gjë që thuhet, depozitojnë në subkonsciencën e fëmisë. Siç janë depozituar subkonsciencën time, tënden edhe të çdo personi, sepse në këtë mënyrë funksionon është dualitet. Për shembull, kur neve jemi foshnjë dhe nuk e kuptojmë këto gjërat në subkonsciencë, përkthehen si trauma më vonë? Okej. Informacionet që i marrim nga jashtë, me apo pa vetdije që i bëjnë personat familjarët ose ambienti rrethues i joni, depozitojnë në subkonsciencë. Duke qenë se depozitojnë në subkonsciencë, subkonsciencë është ajo pjesa e panjohur që nuk e njohim. Pra ne nuk e dimë se çfarë kemi aty. Ato çfarë janë depozituar aty, ajo bëhemi ne. Dhe mbas 18 vitesh ose moshën 18 vjeçare sipër, ne bëhemi kjo që e kemi marrë në subkonsciencë dhe prandaj e quajmë fat i mirë ose fat jo i mirë. Në momentin që ne e identifikojmë me teknika të ndryshme, sepse ka module të ndryshme, domethënë që mund të futesh në subkonsciencë, në momentin që ne i identifikojmë dhe i përpunojmë, pastaj e kuptojmë që nuk ka më fat. Nuk është rasti asgjë. A ka shik rekord, çfarë bën? Po ja nisi duke e shpjeguar pak ndoshta në mënyrë sipërfaqësuese se çfarë është akasha një herë. Akasha është fushë energjetike, pra jo fizike, nuk është një dimension fizik, është një dimension energjetik, i cili përmban të regjistruar çdo gjë që ka ekzistuar, ekziston dhe do të ekzistojë. Çdo gjë që ti për shembull e ke përjetuar nëpërmjet shqisave, fizike dhe jo fizike, është e ruajtur aty në akash. Ne mund të hymë aty, për çdo sfidë që kemi, për çdo pyetje që kemi, çdo gjë që ka të bëjë me neve, personalisht, ne mund të hymë aty dhe të pyesim, pse jam në këtë sfidë, pse jam në këtë mungesë, pse jam në këtë frikë, dhe aty e identifikojmë shkakun. Neve kur jemi mirë, Teuta, mendojmë se kemi çdo gjë në rregull dhe nuk përpiqemi të zbulojmë veten tonë. Duhet përballemi me fundin, duhet shkojmë në fund të humnerës, kur mos kemi asgjë më për të humbur, dhe atëherë themi që pse më ndodhi mua kjo. Përballemi me ankth, me depresion, me humbje të vetes tonë, dhe atëherë kërkojmë më shumë të dimë për veten. Si na ndihmon kjo teknik? Teknika akashike. Siç e thash edhe më përpara, është si një, si ta themi, si një server i cilin përmban çdo gjë. Dhe është e drejta çdo personi, akasha pra me ardhjen një jetë të personit, pra me lindjen e personit, është e drejta e lindjes së individit, të çdo individi të depërtosh, madje jo vetëm e individëve, edhe kafshëve, edhe natyreve, edhe planeteve, edhe qyteteve, shteteve. Mund të hysh edhe të pyesësh për shembull një X shtet ose Shumë të thellë. edhe për kafshët. Më the që parë që trupi jon mund vetëshërohet. Ne mund ta vetëshërojmë trupin? Po. Me anë të këtyre metodave. Po, me anë të teknikave të ndryshme. Po. Për shembull, ke raste suksesi që njerëzit janë vetëshëruar nga këto që mund të na tregosh, nuk duam emra, duam kështu situata, shembuj. Jo, privatësia do ruhet. Okej. Okej, mund të flas edhe për një rast tjetër, por mos të merret si rast fiks, pavarësisht se është rast real. Kom pas një kolegen time, sepse po trajnoheshim të dyja, dhe
aty u kuptoj që ajo e kishte një djalë autik. Djalin e madh atëherë kishte 7 vjeç, mos u gabofsha. Dhe i propozoj, i them, hajde të bëjmë një seancë akashike, me hum nuk humbim, ishan fillimet e mia. Po. Me hum nuk humbim, vetëm nëse fitojmë. Ishte hapur, ishte pranuese. Kemi hyrë, kemi bërë seancën, kemi shku në jetë kaluara. Unë jam simpatizante edhe praktikuese shumë e jetëve të kaluara, sepse nëse nuk do kishim jetë kaluar, nuk do ishim as tani. Dhe shkuam në jetën e kaluar dhe kishin pas një lloj lidhje, ishte lidhje karmike, dhe shpirti i atij personit, kjo kishte shtyp me makinën në jetë kaluar. Që i thot ishte një jetë moderne, sepse vitet e fundit kanë pas makina. E shpirti i atij personit ishte inkarnuar si djali i kësaj, domethënë për fundu karmen, për ta zbulu karmen. Po, dhe brenda vitit djali ka arrit objektivat, sepse në Itali mësues i vën, kanë mësues të veçantë, por mësuesit i vënë disa objektiva, plan 6 mujor, 1 vjeçar, për t'i arrit, dhe i ka arrit madje mbas 1 muaj më duket. Më tregon kjo nëna e këtij djalit, më thotë që kur shkova takova mësuesen, më tha mësuesja që djali po vepron një fuqi, shife si vepron Zoti në rrugë misterioze për të shëruar filan person, djalin domethënë, sepse i ka arrit objektivat shumë kohë më përpara. Se sa kishim qëllimin. Plus që tha logopeden nuk kishim mundësi ta çonim, domethënë nuk i krynte nevojat personale të vetat. Domethënë kishte varësi, tha nuk e çonim dot në qendrën e logopedisë, vinte logopedia, tha kur e ka parë logopedia me diagnozën, ka thënë këtu s'ka shanse, këtu ka gabim. Ka gabim diçka, sepse ky person nuk lidhet me diagnozën, ndërkohë që në 3 shtete i kanë bërë diagnozën dhe njëjta diagnozë ka qenë. Ti përmend karmën. Her pas here më përmend karmën. Unë e di ndryshe karmën. Karma është nëse ti për shembull më korrigjo, se e di që e di gabim. Nëse unë për shembull bëj një gabim, vjedh diçka ose bëj dikë të ndihet keq, sigurisht që kjo do më kthehet. Kjo është karma në të vërtetë? Okej. Ekzistojnë disa ligje që janë ligje të vërtetës absolute. Duam neve ato nuk do të ndryshojnë. Duam, i kuptojmë si kuptojmë, i pranojmë si pranojmë. Ato do operojmë dhe ne operojmë në bazë të tyre. Një ndërta është edhe ligji i karmës. Ligji i karma nuk është ligji i ndëshkimit. Është ligji i shkëmbimit. Nuk ka vetëm, njeriu fokusohet vetëm te karma negative, te karma e keqe, te karma jo e mirë, te karma ndëshkuese. Po në të vërtetë e harrojnë atë anën tjetër, karmën e mirë. Nëse unë të bëj ty të ndihesh jo mirë, çfarë po bëj? Unë po të dërgoj një energji tek ti. Cilën energji? Një energji me vibrime të ulta. Çfarë ndodh në këtë moment? Ndoshta shpejt, ndoshta vonë. Në mos tani dikur kjo energji mua do më kthehet. Si do më kthehet? E shumë fishuar. Pastaj kur mua të më kthehet, unë do them Zot pse mua? Pra sepse nuk do operoj me vedje, do operoj nga dualiteti, nga dimensioni i tretë, dhe do mendoj që më ka mallku Zoti, nuk jam e mirë mjaftueshme, kam bërë diku gabim, por pa hyrë ta kuptoj se çfarë kam dhënë dhe po më kthehet. E njëjta gjë shumë fishuar kthehet. Madje nuk duhet të trembet askush, as mos ta marrin, por karma jo e mirë, domethënë kthehet shumë më shpejt se sa karma e mirë, sepse vetë energjia e planetit Tokë është më e dëndur, më e ngjeshur, dhe këto lloj energjish operojnë më shpejt, kthehen më shpejt. Po karma e mirë për shembull është nëse neve bëjmë mirë, na kthehet shumë më shumë? Absolutisht po. Por jo të bëjmë mirë në kuptimin që ta presim të mirën shumë fish më brapa. E ke parasysh njerëzit që janë në nevojë, që i kërkojnë lek në rrugë, po i japim se ma kthe Zoti? Jo, sepse kjo është kusht. Nuk ndodh në këtë mënyrë. Okej. No. Për shembull, nëse unë manifestoj, se kam parë dhe shumë manifestime, unë dua një makinë të fundit. Okej. E dua një makinë, dua edhe një shtëpi në mal, edhe një shtëpi në det. Mundesh. Po e manifestoj unë me veten time, po e them me mendjen time, çdo gjë do ta marr, do ta bëj. A është realizueshme kjo? Është realizueshme. Unë apo thjesht po mbush kokën unë me
ëndra. Ekzistojnë dy lloj manifestimesh. Okej. Manifestim konstruktiv dhe destruktiv. Unë, siç e thash edhe pak më përpara, që unë jam shumë pro dhe praktikante absolute e gjetjes së shkakut. Nëse ti do thuash, dua të manifestoj këtë, do të thotë që ti nuk e ke. Bashk do hymë të kërkojmë pse nuk e ke, pse e në mungesë të kësaj, pse do ta manifestosh. Pra, nga pika A, ti je këtu, manifestimi është këtu objekti, çfarë është mbushur kjo? Me çfarë është mbushur? Nëse unë dua diçka patjetër është mbushur me mungesë, do shkojmë ta identifikojmë se çfarë është kjo mungesë, aty ta identifikojmë, ta përpunojmë dhe absolutisht mund ta manifestosh. Ky është manifestim konstruktiv. Manifestimi destruktiv është riprogramim mbi riprogramim. Në të vërtetë shpirti Është e dëmshëm? jo, nuk është i dëmshëm, po është i lodhshëm. Okej. Është i lodhshëm, është torturues. Edhe prap mungesa është. Prap do qëndrosh, do sillesh vetëm rreth mungesës. Pra mund ta manifestosh këtë, por prap do ndihesh në mungesë. Unë sot për shembull, dhe besoj se gjithë jemi dëshmitar, njeriu sot ka një dashuri shumë të madhe për materialen, për gjërat materiale, për të përmbushur. Çfarë është dashuria në vetvete dhe a e plotësojmë ne do dashurinë me gjëra të luksit, me këto që kërkova unë? Janë dy lloj, ekzistojnë dy lloj dashurish. Është dashuria absolute, pra ta duash tjetrin, ashtu siç është. Atëherë kur është, aty ku është. Dhe kjo arrihet vetëm kur je në një vetdije të lartë dhe ta duash tjetrin sepse është. Kur thua e dua këtë sepse është, e dua jonen sepse është, pse? Është e mirë, është e bukur, është e sjellshme, më jep dashuri. Apo e dua jonen, apo po e dua jonen sepse. Pra gjithmonë është mungesë, kjo nuk është dashuri. Kjo është dashuri e dualitetit. Është mungesë. Unë kam dëgjuar edhe shprehjen që dashuria lind nga interesi. Kur dy njerëz kanë një interes. Kjo është mungesa, kjo është mungesa. E dua sepse. Gjithmonë kjo sepse është mungesë. Okej, nuk është dashuri, është interes. Absolutisht nuk është dashuri. Është interes, është mungesë. Edhe interesi mungesa është. Okej, tash do vi tek këto pyetjet për partnerët që edhe audienca i ka pak qef. Duke qenë se neve kemi këtë kontratën me partnerin, i bie që jemi takuar, shpirtrat tanë janë takuar më përpara. Po. Do të thënë këta partnerët, nëse unë për shembull kam marrë kontratën e dashurisë, po, dhe me partnerin ai më trajton keq, justifikohet kjo? E justifikojmë këtë burrin që sillet keq me pra, le të supozojmë që ti je në një marrëdhënie bashkëshortore ose partneriteti, partneritet çift, domethënë. Personi që është përballë teje, bashkëshorti ose partneri jot, ty të bën të ndihesh jo mirë. Kjo ndjerja jo mirë mund të me pyetje se si po ndihem, ne e kuptojmë. Është mungesë vetbesimi, mungesë vetvlerësimi, mungesë vetsiguria, mungesë vetdashurie etj. Kur ta identifikojmë këtë, po na mëson. Kjo është tema që ky person ka të na mësoj. A mund të jetë kontratë? Po mund të jetë kontratë. A mund të jetë karma? Po mund të jetë karma. Si ta zbulojmë këtë? Shumë persona mua po vinë më thonë sepse rezonojnë me shkrime, me informacione që ndodhin rëndom sot nëpër rrjetet sociale, edhe nëpërmjet librave, në çfarëdo lloj forme dhe mënyre, dhe kujtojnë se rezonojnë dhe e bëjnë të veten. Informacionet që ja marrin e bëjnë të veten dhe ngecin në një marrëdhënie energjetike, thonë jam karma. Kur i pyes, ku e di ti se është karma? Jo, po ka rezonu. Jo, nuk rezonon në atë mënyrë. Nuk identifikohet në atë mënyrë. Duhet. Unë e praktikoj ta identifikojmë nga niveli më i lartë i vetdijes. Pra duke ul nivelin e mendimeve dhe duke hyrë. Pra neve nuk mund të marrim dot informacione nga rrjetet sociale dhe t'i bëjmë tona, t'i përshtasim me gjendjen tonë, sepse kjo më shumë do na dëmtonte. Në asnjë mënyrë, vetëm do sillemi rreth pengesës. Çfarë pyetje bëjnë shqiptarët më shpesh? Vjerra, kunata apo jo? Më shumë në partneritet. Më shumë në partneritete. Ka për shembull pyetje si ta bëj për vete, si pikërisht kërkojnë rikthimin e personit, por edhe kur i pyes, a mendon që dëshiron të rikthehet personi apo ta
ta kuptosh pse ti ndihesh në atë mënyrë, jo thonë të kthehet personi. S'dun me Jo, për veten sepse e vet i duan gjërat e gatshme, duan që tjetrit punojnë për të në një gjë që në një kohë që nuk funksionon kjo. Nuk ekziston të punojnë dikush për ty, tjetri të ndihmon, të udhëzon, po punën do e bësh vetë. Teuta, raporti jon me ndjenjat tona. Ndonjëherë dhe i ngëlltisim disa ndjenja, nuk i shprehim, nuk i tregojmë, a bëjmë mirë apo keq? Duhet jemi të drejtë për drejtë me njerëzit, apo duhet ta përpunojmë njëherë me vete dhe pastaj t'i japim atë që do të dëgjoj tjetri. Shpesh herë për shembull në ambiente kolektive, njerëzit janë pak më të tërhequr, i gëlltisin, mbajnë shumë për vete. E kuptoj. Unë do karakterizoja dy lloj personash. Një person i cili preket nga një situatë dhe reagon, dhe një person tjetër prap preket, por nuk reagon. Të dy e kanë me veten e vet. Të dy e bartin e kanë një frikë. Frika e të shprehurit ka të bëjnë shumë me frikën e mospranimit. Frika e mospranimit ka të bëjnë shumë me frikën e refuzimit. Frika e refuzimit, nëse shkojmë gjithmonë me pyetje, me shkollë, frika e refuzimit prap ka të bëjnë me mungesën e dashurisë. Sido që t'jetë, pra nëse shkojmë thellë dhe më thellë, njeriu fizik, çdo njeri që frymon, operon nga dy nivele, nga mungesa e dashurisë dhe nga frika e vdekjes. Sepse i tillë është. Si është i tillë? Njeriu është shpirt. Shpirti është energji, energjia është e përbërë nga energjia femërore dhe energjia mashkullore. Mos i ngatrojmë me gjinin. Energjia femërore është dashuria, energjia mashkullore është drita. Pra le të supozojmë që ky është shpirt. Ky është i përbërë nga dy energjitë femërore dhe mashkullore, nga dashuria dhe nga drita. Ky shpirt vjen një jetë për të përjetuar atë çfarë nuk është, që ta kuptojnë atë çfarë është. Pra përderisa është drita dhe dashuri, çfarë do përjetojnë? Të kundërtën. Frikën nga vdekja, pra energjinë mashkullore, dhe mungesën e dashurisë, energjinë femërore. Sepse nuk mundet, është njësoj sikur të bësh një shtëpi letre, edhe të më mendosh mua të jetoj në atë shtëpi letre. A ekziston kjo? A mundet të ndodhen kjo? Jo. Pra edhe njeriu nuk mundet të marrin frymë, të operojnë, të mendojnë, të ketë emocione, të ketë ndjenja dhe mos i ketë mungesën e dashurisë dhe frikën nga vdekja. Sepse nga kjo është bërë. Nga e kundërta e kësaj është bërë. Do rrim këtu te vdekja. Frika më e madhe e njerëzve sot është vdekja. Jo sot, po në çdo kohë njeriu ka pas frikë nga vdekja, se është stacioni pa zbuluar. Pse kemi frikë ne dhe pse duhet kemi frikë nga vdekja? Vdekja është fillimi apo fund? Ardhja në jetë, pra shpirti kur vjen në jetë si fëmijë, si foshnjë, për shpirtin është pjesa e errët. Ardhja në jetë është pjesa e errët. Në thojza vdekja. Për shpirtin, momenti që lejmë trupin fizik është fillimi një jete, një cikli tjetër. Por me një vetdije më të zgjeruar. Domethënë nuk është fundi. Absolutisht jo, është lirim. Është lirim. Absolutisht. Po pse që janë njerëzit kur vdesin tjerët? Pse qajmë ne kur na vdes dikush? Sepse i pasqyrohet frika nga vdekja. Nëse unë jam në një rast vdekje ose dëgjoj për një rast vdekje, filloj e qaj, ndihem keq, pse? Unë s'po mërzitem për tjetrin në të vërtetë. Në të vërtetë, pavarësisht se unë kujtoj se mërzitem për tjetrin, unë kam frikë nga vdekja ime. Sepse të pasqyrohet frika e vdekjes. Po ndjenja e mungesës së dikujt? Pse kemi frikë se mos i humbim njerëzit e dashur? Kam dëgjuar shpesh herë nëna që thonë, edhe vajza grau për shembull që punojnë, që kanë një vit ndoshta që punojnë, dhe unë jam pak e ashpër me personat që bashkë punojnë. Dhe më thonë, okay, unë s'kam frikë nga vdekja, unë kam frikë për fëmijët, po jo për veten. Dhe i them, ti nuk e ke arrit lirin. Domethënë ti nuk e arrit akoma ta kuptosh që vdekja nuk ekziston. Nëse ti nuk ke frikë nga vdekja, nëse ti e ke kuptuar që njeriu nuk vdes, pra shpirti nuk vdes, atëherë as për fëmijën nuk do të vinë keq. Fakti që nuk do të vinë keq për fëmijën nuk do të thotë që ti gëzohesh se vdes fëmia. Por kur nuk është frika e vdekjes, nuk do të vjen keq për asnjë. Kjo nuk do të thotë që të vjen mirë. Mos ta ngatrojmë këtë. Po thjesht nuk vjen keq, nuk trembësh. Sepse e di të vërtetën. Absolutisht. E di dhe që ku ka shku. E di dhe ku ka shku. Pse ku shkojmë ne pas vdekjes, Teut? Ku shkojmë ne pas vdekjes? Okej, do të jap një shembull se ndoshta mundon të jap më shembull të thjeshtë. Teuta të dua, po më jep shumë përgjigje. Që njeriu ti praktikojnë, domethënë ta kuptojnë. Le të supozojmë që trupi është shpirti. Le të supozojmë që trupi është shpirti. Shpirti e përdor trupin, njëjtë sikur ne, trupi jon e përdor veshjen.
Pa. Më kupton? Pa. Pra, këtu do dalim diku tjetër. Ne heqim këtë veshje, e lejmë aty. Do veshim me veshje tjetër. Po. A do të thotë që ku është trupi? A ekziston trupi? Po. Pra dhe shpirti ekziston, pavarësisht jetëve që kemi, ose momenteve që inkarnohet. Një sekond tash, këtu rri. Okej, Se rrim sa dush. unë kam do të pyes pse tu jetëve? Njeriu një jetë ka. Okej, pak më përpara folëm për shembull në Akosh ekziston regjistri ku ekziston e kaluara, e tashmja dhe ardhmja. Në të vërtetë nuk ka të kaluar, nuk ka të ardhme, ka edhe vetëm të tashme. Po e lidhim me këtë pjesën e tanishme. Pra nëse shpirti e përdor trupin, siç e përdor trupi veshjen, pra një veshje është një jetë. Më kupton, një mishërim. Ose një përjetim e një jete. Veshja ti mund të kesh 30 fustane, 70 pardesy, 50 palë xhinse, 12 palë çapo di bluze, nuk e di. Ti i ke ndolla, po momentalisht çfarë ke vesh ti? Ke vesh këtë rroba? Pra, shpirti jot është momental tani këtu, jeta jote është momentale këtu, ti më vonë do shkosh të marrësh një kostum, do zgjedhësh një kostum. Pa. Pra, në moment që shkon te kostumi, a je tani edhe aty? A më kupton? E kuptova, po. Sa herë të ndrosh veshjen, gjithmonë je vetëm tani. Çdo gjë jo operon, por ekziston tani. Më kupton? Pra, nuk është një keq shiko, ne jemi njerëz dhe duhet gjejmë terma që t'i përshtasim ta bëjmë pak më të kuptueshme për personat. Nuk ekziston e kaluara si jeta e kaluar. Okay. Por versionet të kaluara si rroba. Domethënë, kuptoj. rrobat janë jetët që përjeton shpirti. Pra, ne duke qenë në të tashmen, ne mund të shkojmë në të kaluarën. Pra në një version tjetër tonin. E kuptoj. Jemi në një sfidë, rrim në të tashmen, çfarë do lloj teknike qoftë kjo. Shkojmë në versionin e kaluar, e identifikojmë pse po na shfaqet kjo sfidë, pse jem në këtë frikë, pse jem në këtë mungesë. E identifikojmë se ku e kemi marrë, e përpunojmë. Ky përpunimi thuhet që është rikrijimi e ardhmja, por në të vërtetë vetëm e tashmja ekziston. Qenia jon për te kohës dhe hapësirës, a ekzistojnë? Ne si qenie për te kohës dhe hapësirës? Kur? Po. Si? Ne kemi versionet tonat paralele që ekzistojnë. Ekzistojnë në forma të ndryshme, në dimensione të ndryshme. Madje, do të them edhe diçka. Madje, për shembull, her pas here, deja-vuja çfarë është? Çfarë është Deja-vuja është fragmenti joti, lidhesh me versione të tjera tuat. Po un kam shumë deja-vu për shembull. Zakonisht njerëzit shpirtëror kanë deja-vu më shumë. Oh, interesant. Ose edhe sonambulat. Edhe sonambulat janë Ç'është kjo? Sonambul janë njerëz. Sonambul, ato që ecin shumë me symbol. Po, janë gjumë po ndërveprojnë. Po, ç'është kjo? Janë njerëz që janë të prirur, zakonisht sonambulat janë moshë të re dhe këta janë të prirur që depërtojnë, të lidhen me veten e vet më kollaj, më lehtë. Më thënë që parë që këta njerëzit që kanë halucinacione, nuk janë sëmundje halucinacionet? Nëse flasim nga aspekti energjetik edhe shpirtëror, nuk duhet të përfshijmë në shkencë. Okej. Por nëse flasim në aspektin energjetik të shpirtëror, jo, nuk është sëmundje. Okej. Janë ndërveprime me entitete të tjera. Ku e ka burimin energjia e mirë, se kam dëgjuar shumë shpesh këtë që ka energji pozitive. Ku e kemi njerëzit me energji të mirë, me energji pozitive? Ku e kanë burimin? Ku e gjen energjia pozitive? Burimi i çdo gjë që ekziston është dashuria. Dashuria është forca më e madhe, dashuria është fuqia më e madhe, dashuria janë frekuencat e vibrimit më të lartë që ekziston. Në çfarë lloj kohe, hapësire, dimensioni, versioni, jete, kudo që t'jesh, dashuria. Kam dëgjuar një shprehje që thot rruga për në parajs kalon nga dashuria për të afërmin. Për të afërmin si? Neve duhet i duam të gjithë njerëzit sot? Si t'i japim dashuri njerëzve? Se sot kriza më e madhe kjo është, s'ka dashuri më. Dashuria, unë prap jam të dashuria pa kushte. Gjithmonë nëse e japim diçka, pra një dashuri, një respekt, një vlerësim, një sjellje, veprim, çfarë do qoftë ajo, nëse e japim me qëllimin për të marrë një feedback,
ne do vibrojmë vetëm në mungesë. Okej. Nuk është jemi zgjidhja, në nuk është dimension. dashuria, jo. Unë mendoj që procesi, rrugtimi shpirtëror është proces, por në vend që të gjykojmë, unë mendoj që të kthehemi, të ndalojmë pak dhe të falenderojmë. Të falenderojmë që ky person është në jetën time. Mund të ketë bërë 8 veprime jo të mira, po i ka bërë 500 tjera të mira. Duhet ja nisim nga familja, nga prindërit. Sepse inkarnimi, prapë kthehem te inkarnimi. Inkarnimi nuk vje i formës unë të dua. Po si vjen? Që do thotë, ne nuk inkarnohemi në atë familje të cila na sjell gjithmonë buqeta me lule. Pra, ne inkarnohemi në atë familje e cila na sjell mungesa, pengesa, vështirësi. Pse? Sepse duhet të shkojmë, duhet ta kuptojmë, duhet ta përjetojmë mungesën që të reflektojmë, të kërkojmë, të pyesim. Kush jam unë? Pse është kjo? Pse për shembull e kam ndoshta një baba të alkoolizuar, pse i kam prindërit të ndar, ose pse nuk kanë komunikim të mirë prindërit, ose pse kanë probleme në shtëpi. Të gjitha këto psehe janë pasojë e faktit të inkarnimit që nuk inkarnohemi në një familje ku na thonë të dua gjithmonë. Edhe nëse na thonë, më thënë gjithmonë kanë bërë diçka që na kanë çuar te këto pset. Po kur rritemi, Teuta, a kemi akoma një fëmijë brenda vetes tonë? Absolutisht gjithmonë kemi fëmijë. Derisa të vetëdijsohemi. Gjithmonë. Ne mund të jemi 60 vjeç dhe jemi akoma fëmijë. Madje unë shikoj edhe musha treta, të cilët janë në momentet i dalin pa ato bindje që i kanë marrë si fëmijë. Bindje që i kanë marrë si fëmijë. Unë mendoj, jo vetëm e mendoj, unë po shikoj çdo ditë që nuk i shpëton dot. Nuk i shpëton dot. Do nuk do i shpëtosh dot derisa të kërkosh edhe ti përpunosh ato. Ta kuptosh se kush je. Ti jesh i lirë. Pata njerëz që nuk e kuptojnë kurrë se kush janë, ndoshta nga indiferentizmi, si kanë rrugë zgjidhje? Asgjë nuk është gabim. Në këtë dualitet, sepse kjo jetë është si një shkollë ose le të bëjmë një step back. Pra ti je shpirti edhe po shikon jetën tënde në ekran. Po. E shikon me çdo peripeci, me çdo gjë, me çdo detaj. Nga niveli që ti e shikon, ti nuk ke emocione, por e shikon Jonën në film, në atë rol, në atë vizion, që ka emocione, ka frikë, ka mungesa, ka dështime, ka gjykime, paragjykime, ka gëzime, momente të lumtura dhe çdo gjë. Pra, në të njëjtën mënyrë e shikon edhe shpirti jetën. Pra kjo jetë fizike është vetëm një, unë mendoj shkollë, mund të jetë një lojë, absolutisht. Asgjë nuk është gabim. Po shpirti i vjetër dhe shpirti i ri, çfarë janë? Kush është shpirti i vjetër dhe i riu? Atëherë, nëse do e krahasojmë si krijim, domethënë të gjithë shpirta, çdo gjë që ekziston, është krijuar në një moment. Që do të thotë, nuk ka shpirt të vjetër dhe nuk ka shpirt të ri. Pra, si prejardhje, si krijim, është në të njëjtën kohë, çdo gjë që ekziston është krijuar në të njëjtën kohë. Por një shpirt i vjetër quhet ai person i cili në mishërime të ndryshme është rizgjuar shumë herë. Ka e shëruar shumë karma, kontrata, betime, etj. Ky është një shpirt i vjetër. Por një shpirt i vjetër është edhe një person, sepse lidhet edhe me pyetjen e më përparshme, pra kur the që ka njerëz që të cilët han, pin, flejnë, jetojnë, edhe ikin, edhe në mesin e këtyre mund të ketë shpirta të vjetër. Jo mund të ketë, por unë jam e bindur që ka. Pse? Sepse ata kanë kontrata që mos të rizgjohen, por të rrinë në shërbim pasqyrimi, pra reflektime më reflektojnë mua, më pasqyrojnë mua brendësinë time. Edhe aty gjen shpirta të vjetër. Pra një shpirt i ri nuk është një shpirt i vjetër dhe një shpirt i ri nuk bën krahasime si një fëmijë i vogël me një adoleshent, sepse si shpirta ime krijuar njësoj, por rizgjimet, ndriçimet, shërimet e karmave, kontratave etj. Në jetë të ndryshme dhe sa më shumë kjo bën një shpirt të vjetër. Cilat janë sinjalet që duhet të ndjej unë nëse duhet të filloj të vetëdijsohem?
ka një manual për këtë? Apo është çështje ndjesie? Unë mendoj gjithmonë e lidhë me ndjesin, me brendësin, me autenticitetin dhe me veten tonë. Sigurisht, ka faktorë të jashtëm që na ndihmojnë me informacionet e tepërta që ekzistojnë sot, me teknikat e shumta që ekzistojnë sot. Mund të kemi qasje të ndryshme, por nëse dikush për shembull që nuk ka mundësi ndoshta ta ndjekin një trajnim ndoshta në një gjuhë huaj, pavarësisht se zoti nuk flet as anglisht as në gjuhën e indianëve, domethënë zoti flet gjuhën e dashurisë, gjuhën e energjisë. Pra dikush nëse nuk ka mundësi, qoftë ekonomike, qoftë kohe, qoftë edhe ka bindje të ndryshme, të ulet me veten e vet. Dashuria nuk ka fe, dashuria nuk ka kohë, dashuria nuk ka hapësirë, dashuria nuk ka bindje, dashuria s'ka lidhje, as nuk ka kufizim. Ulu një moment me veten tënde, mbylli syt, mundohu të qetësohesh. Unë mendoj të ja nisim nga vetja jonë. Gjithë secili. Si e ke nesër ti Taut? Okej. Unë në praktikën time, në eksperiencën time, më ka rezultuar që çdo gjë që unë e kam refuzuar, ajo paska qenë e imja. Kam qenë në një periudhë dhe ankth dhe depresion bashk, madje në komunitetin spiritual, nuk e pranojnë që ankth dhe një person mund të jetë edhe në ankth dhe në depresion në të njëjtën kohë, por unë kam qenë për shembull në frikë për të ardhmen duke gjykuar të kaluaren. I bie që frika për të ardhmen në ankthi, gjykimi i kaluarës është depresioni, unë i kisha të dyja. Sa momente isha njërën, sa momente isha tjetër, nuk di të them, nuk mund të them diçka fikse, por unë më shumë të kam pas pyetje. Kam pas pyetje të cilat... Cilat janë pyetjet e para që vinë në mendje, që kanë fillim? Për shembull, kush jam unë, çfarë dua të bëj? Pse më për mua personale. Po edhe në përgjithësi. Atëherë në përgjithësi unë mendoj që çdo njeri e kupton thellë brenda vetes, e ndjen që nuk është ai që kujton se është. Nuk është aq sa kujton se është. E ndjen por nuk e din se ç'është është. Nuk din ndoshta as ta kërkojnë, ndoshta as ta pyesin veten, as të kërkojnë ndihmë. Pavarësisht, pastaj janë probleme tjera, domethënë gjykimet, frika e gjykimeve, para gjykimeve, nëse unë pyes etj. Kjo është një subjekt tjetër. Rasti im e njëjta gjë ka qenë. E nisi vetë, fillove të bëje meditime apo? Me trajnim. Me trajnim. Okej. Domethënë kam nis trajnimin e parë, po e di se çfarë ishte. Domethënë edhe kam depërtuar dhe kam vazhduar, por kam pas se unë mendoj që kam pas mundësi, ndoshta ka qenë edhe karakteristike imja, domethënë kam ngulja, praktika, kjo më ka ndihmuar, kam qenë e hapur, kam qenë pranuese, edhe personave me cilët punoj me ta, i them shpeshherë që ju sugjeroj ta merrni me seriozitet, por edhe me sportivitet në njëjtën kohë. Dhe dikush më tha një ditë, ku ta ndoj njërin me tjetrën, i thash, merre me seriozitet, bëje praktik, do të thotë praktikoje, ulu me veten tënde kudo që t'jesh. Merre me sportivitet, mos të kesh pritshmëri. Pra, unë po pyes për shembull, pse jam në mungesë të kësaj? Mos prit. Kjo është paradoksale faktikisht, se kur jemi në mungesë, ne kërkojmë të kemi dhe duam të kemi. Por universi e merr mungesën më të fuqishme se sa dhënien. Që do thotë, nëse unë i them universit për shembull, dua të kem një shtëpi, universi më jep mungesë. Nëse unë absolutisht. Nëse operojmë nga dimensioni i tretë. Kërko shtëpi në universit. Kërko shkakun pse nuk kam shtëpi, aty identifikoj edhe e përpunon. Me mua ka funksionuar, e kam marrë me seriozitet, por të njëjtën kohë me sportivitet. Sa zgjat si proces? Procesi një seancë apo rrugtimi shpirtëror? Një seancë. Rrugtimi shpirtëror kanë përshtypjen gjithë jetën. Është proces, po. Po një seancë për shembull për ata që janë fillestar, po, dhe duan ta nisin? Seancat akashike mund zgjasin diku rreth plus minus 1 orë. Vetëm një person më ka zgjat 1 orë e 5 minuta. Edhe në këtë 1 orë e 5 minuta, një 50 minuta ka qenë vetëm mendje derisa depërtoj. Një seancë akashike zgjat diku 1 orë, bëhet online, bëjmë me konsultën paraprakisht, pra e pyes personin që ku mendon që është ngjecja jote ose situata jote, zgjedhim, unë sugjeroj 3 tema, 3 çështje, dhe hym seancë, mbarojmë seancën, bëjmë interpretimin.
Aha, bëhet dhe interpretimi i asaj që njeriu ta kuptoj pastaj individ. Bëj unë në bazë eksperiencës që kam pas personale, edhe me personat, por edhe në bazë të informacioneve, sepse për shembull gjatë një seance ti mund të shikosh një lumë. Atë unë e kuptoj që personi ka shëruar diçka emocionale. Si e kuptoj? Sepse elementi i ujit ka të bëjë me emocionin. Mund të shikoj një pemë, unë e di që shërimi ka rritë deri në fizikun, deri në trupin fizik. Pse? Sepse elementi tokë ka të bëjë me fizikun. Duke qenë se kam njohuri të përgjithshme, edhe praktik, më shumë se. Njohuri domethënë të gjitha këto i kanë. Domethënë ky është podcast që mua më ka lënë kështu. Tamam me goj hapur. Nuk e di, do më jam gati, do ma bësh këtë rancë. Live. Është po, duhet të shtoj edhe diçka për Akashën, sepse shumë njerëz thonë kam frikë. Okej, e kuptoj që njeriu ka frikë nga pa njohura, por seanca Akasha ka një gjë të mirë që je i vetëdijshëm se çfarë po ndodh. Është le ta quajmë i përafërsohet meditimit, sepse ndjek udhëzimin. Dhe fusha energjetike Akashës, nëse këtë do ta quajmë fushën energjetike të Akashës, bam, këtu e ka një port, këtu e ka një rojtar, një angjëll, domethënë që të ruan ty, që në momentin që futesh, domethënë ato çfarë ke nga jashtë i lë jashtë, dhe në momentin që depërton, je ndrit edhe në dashuri, sepse Akasha fillon nga dimensioni 5 dhe lart, që dimensioni 5 është vetëm dashuri. Nëse dimensioni 4 është pjesa poshtme, është astral, pjesa sipërme fillon e ngrihet dhe shkon te afër dimensionit 5 që është dashuri. Akasha domethënë fillon nga dimensioni 5, është i rujtur, je i mbrojtur edhe je i vetëdijshëm. Okej. Nëse unë për shembull bëj një seancë, bëj një tjetër, a ka mundësi që më vonë të krijoj dhe varësi nga seancat akashike, apo nuk është se është problem? Edhe nëse i nga seancat akashike? No. Nuk krijoj varësi. No, nuk krijoj varësi. Është shumë e thjeshtë, është shumë sportive. Bëhet pjesë e jotja. Fillon dhe e bën vetë. Unë kisha një rast, një vajzë më thotë që kam komunikim me motrën, nuk e kam të mirë. Motra shumë gojëmbël, flet shumë bukur, flet shumë mirë, por e di se ka diçka be mua, por nuk e di se çfarë ka. E di që nuk më ka inat, por e di që më ka inat. Okej, them hajde bëjmë Akash. Shkojmë në një jetë kaluar. Kjo vajza që po bënte seancë ishte gjyshi. Dhe motra që është në këtë jetë ishte nipi. Po, dhe gjyshi e kishte zhduar me vetdije, e kishte zhduar nga shkallë, ishte foshnjë e lidhur, domethënë, e kishte zhduar nga shkallë dhe kishte ra poshtë. Pra kishte ndrujet foshnja. Aty e bëm për punimin shërimin, mbas pak kohësh, mbas një javë tha kjo vajza që motra ka ndryshu. I thash si ka ndryshu motra? Motra tha, nuk ka ndryshu se flet njëjtë, tha, po unë tha nuk e shikoj motrën. I thash çfarë ke kuptuar ti me këtë? Tha, nëse u mundua ta thoshte, po janë edhe këto emocione që mund ta di, mund mos ta di ta artikuloj, ta them, ta interpretoj. I thash shiko, është një ligj që thot, ligj hynor, ligj universal, thot, si brenda edhe jashtë. Në të vërtetë shumë njerëz e përmendin, e citojnë, e thonë, por në të vërtetë nuk e dinë se çfarë është. Sepse nëse u thua njerëzve që siç kam prindër biologjik, sot kam edhe prindër kozmik, si qeliz ku jam krijuar si angjëll, thonë, atëherë më fal. Ky ligji ku shkoi? Ky ligji absolut, ligji universal, nuk operon vetëm në këtë dimension, operon edhe në dimensione tjera. Pra është një ligj që thotë, si brenda dhe jashtë, si në të madhen edhe në të voglen. Që do thotë, kjo vajza e kishte këtë ngjecjen energjetike të cilën e ka sjell në blueprintin e shpirtit të saj, kjo nuk ishte e vetëdijshme, u bë e vetëdijshme, pra nuk ishte e vetëdijshme dhe këtë e pegonte motra vet. Në momentin që kjo përpunoi, kujtofte se u rregullu dhe marrëdhënia me motrën, kujtofte se ndryshoi motra. Nuk ndryshoi motra, ndryshoi kjo, pa ndryshoi lidhja, sepse ndërmjet personit A dhe personit B, ose personit A dhe një situate, pra një sfide, gjithmonë ka energji, është një fushë morfogenetike. Me kupton, është një fushë energjetike morfogenetike, pra kjo fushë morfogenetike është e lidhur me diçka. Ne këtu operojmë, këtu hym, këtu ndërhym. Një pyetje shumë naive, është mirë që njerëzit i dinë këto gjëra te uta? A është mirë? Që kur kanë lindur këto metodat? Do të përgjigjem. Se unë për shembull mund të kem marrë vesh në këto seancat që dikush ka dashur të vrasë dhe shkoi e vras. Jo. Shiko. Për sa i përket pyetjes parë, a është mirë të dim, do të përgjigjem me një pyetje.
imagjinoj që i ke 1000 kg peshë në supe. A është më mirë për ty të jesh me atë peshë apo mos ta kesh? Jo, mos ta kem. Mos ta kesh. Jo, nuk e dua. Atëherë është edhe më mirë të dish. Okej. Të dish. A ndodh për pjesën e dytë pyetjes, që për shembull nëse ti e di që dikush të utat e ka vrarë në një jetë kaluar dhe ti po shkon e vetë utën, nuk ka shanse. Pse? Sepse këtë zbulim ti nuk do e bësh nga niveli mental, nga mendja. Ti do e bësh nga niveli nga trupi i dritës, nga shpirti jot. Dhe kur e shikon aty nga i moment, atëherë ti aty ke vetëm dritë dhe dashuri dhe nuk ke mungesë as urrëtie dhe me njëjtën gjë do zbresësh poshtë edhe do operosh. Madje për këtë të utën për shembull që mund të ketë vrarë në një jetë kaluar, nëse sot e ke një jetë, pra ka një rol, ke një lidhje me të, atëherë absolutisht do e falenderosh që ka është sot një jetën tënde, sepse ti ke zbulu diçka. Ke zbulu diçka dhe ke heq këtë peshën. Liria Këtu rrim. po. Te liria. A jemi në qenie të lira apo shitemi si të tillë, si njerëz lirë? Se thuhet shpesh që njeriu është qenie e lirë të zgjedhi. A ka diçka që na komandon neve, por që ne nuk e shohim dot? Liria zgjedhjes ose free will, siç njihet në terminologjinë spirituale, kur shpirti vjen një jetë, i vihet një perde, madje njeriu është aq i fuqishëm sa që as angjeli, as djalli nuk mund të interferojnë tek njeriu pa lejen e njeriut. Pse? Sepse kur shpirti vjen një jetë, vjen me free will, me lirinë e zgjedhjes. Zgjedh. Pozitiven, negativen, të mirën, jo të mirën, vështirësinë, lirinë, ngarkesën, heqjen e barrës, ke drejtën e zgjedhjes. Na vihet perdja, harrojmë se kush jemi dhe do operojmë në këtë dualitet, në këtë matrix. Çfarë matriksi është një sistem? Një sistem kontrolli, e cila si pasojë vjen edhe manipulim, një sistem ngjecje energjie, komandim. Tani ti jetë njeriu i lirë, a është njeriu i lirë? Jo. A është e drejta njeriu të jetë i lirë? Absolutisht po. A mund të jetë njeriu i lirë? 1000% po. A ka kosto? Po. Ka kosto. Cila është kostoja? Kostoja është, për shembull, nëse unë për të duk, ose për të marrë vëmendjen tënde, duhet bëj diçka, të paraqitem disi, s'ka lidhje se si. Pse duhet paraqitem tek ti kështu? Sepse unë nuk ndihem ashtu, pra e kam një mungesë. Për ta mbush këtë mungesë, unë do të detyrohem të paraqitem disi tek ti që të marr vlerësimin tënd, por nuk e kuptoj që është mungesa aty në të vërtetë. Dhe në momentin që ne i lirojmë këto, domethënë, në atë moment ne heqim atë peshën. Heqim barrën. Rrisim vetdijen, lirohemi. Edhe e kuptojmë edhe se si funksionon matriksi. Duhet kemi një përgatitje të thellë për t'i kuptuar këtë apo vin gradualisht? Pra, nëse unë zgjedh edhe të kontaktoj të utën, edhe i them, të utë shiko se unë kështu e kam problemin, duhet një seansat, a duhet bëj vetë një përgatitje, apo më udhëzon ti gjatë gjithë kohës se çfarë duhet bëj? Okej, ndoshta shërben, do t'jap dy përgjigje, do i shikoj në dy këndvështrime. Pra, për të punuar në rrugtimin shpirtëror, ai duhet njeriu të përgatitet? Jo. Nëse për të bërë një seancë, a duhet përgatitesh? Jo, absolutisht. Madje është më mirë të jesh i virgjë nga mendimet, se sa të kesh informacione të ndryshme dhe të shumta, ti kesh në trupin mental, pra në mendjen tënde, ti kesh vetëm në nivelin mental dhe e pengon veten të depërtosh. Çfarë të duhet për një seancë, për zhvilluar një seancë, të duhet qetësi, sepse atë nuk mund ta krijoj unë për ty, pra në ambientin tënd unë nuk mund të krijoj qetësinë dhe kohën tënde nuk mund ta krijoj unë. Pra mos të kesh pritshmëri, jo po çau fëmia, jo po duhet shkojnë punë, jo po razila telefonit për të vrapuar diku këtej apo andej dhe pra koha dhe qetësia këto. Qetësia mentale jo, nuk më intereson, sepse prandaj është procedurë, domethënë akasha. Ka disa nivele për të derisa të futesh në akash. Okej, për gjithë ata që shohin podcastin ton, Teuta ku mund të gjejnë ty? Atëherë ne operojmë në rrjetet sociale, Facebook, Instagram edhe në TikTok kohët e fundit, por më shumë të aty. Kam edhe një ambient fizik, por duke qenë se po lviz tani mes Italisë dhe Shqipërisë, më shumë distanca bën online. Okej. Domethënë me Okej.
shkruani në rrjetet sociale të Uta Bush Gjokaj. Aty do keni shumë, unë këtë seancën e mora kështu free, domethënë. I ke dhënë përgjigje disa, jo të gjithave, nga pyetjeve që kisha, dhe shpresoj shumë që ti kem shërbyer edhe audiencës. Në faqen tënde të Instagramit pas shumë njerëz të angazhuar, nuk e di se si ja bën për të kthyer përgjigje. E di që pyetjet janë të shumta, një lloj si unë ka dhe njerëz të tjerë, po që të uroj suksese dhe vazhdo ndryqo njerëzit her pas here për të dhënë përgjigje dhe për të parandaluar gjëra që nesër për ta mund të rezultojnë edhe shumë të dëmshme. Unë faleminderit, unë do doja të jepja një mesazh për çdo person që e dëgjon. Mesazhi është ndalo për një moment. Ndalo se vepruari pas punës, pas familjes, pas shoqërisë, pas jetës, ndalo se vrapuari pas gjërave të jashtme. Sepse në fund fare kur ta vësh kokën jashtë, je ti ai që përjeton emocionet. Asgjë nuk ka rëndësi, çdo gjë ka rëndësi. Pra, asgjë e jashtme nuk ka rëndësi më shumë se sa ti. Çdo gjë e jashtme ka rëndësi, po aq sa ti. Nisja nga vetja jote, 5 minuta, 10 minuta në ditë, i gjen gjithkush. Ta kthejnë vëmendjen te vetja vet. Okej. Të jenë në qetësi dhe në brendësi. Në interesin tim më të lartë, do të bëj një pyetje që ka të bëjë me faktin kur do të shohim në YouTube, në kanal në YouTube, nuk e di. Të kam kërkuar, nuk të kam gjetur dot. Dua të shoh të Utën në YouTube me këshilla her pas here. Okej, Jana, faleminderit. Je personi i parë me cilin kam dalë hapur. Jo se punoj fshehur asgjë, por akoma nuk jam shfaq në rrjetet sociale. Ma ke bërë jo të këndshme, por shumë komode dhe sikur po flas me veten time, ke qenë një vesh dëgjues shumë i mirë. Je person i cili ta jep komoditetin për të shpreh, i bën shumë sportive pyetjet dhe i jep hapësirë, domethënë publikut ta marrin përgjigjen dhe tani të duat në YouTube, faleminderit. Do jem, okay. Sepse si duket, siç e tham edhe më përpara dhe nga jetët e kaluara, erdhëm këtu dhe zbuloj çdo gjë shumë koleve. Nuk e di kontratën që kam pas me ty. Absolutisht, a pse se besoj? E sigurisht që e besoj. Prandaj në pyetën fillim. Besoj në rastësi. Të falenderoj për çdo fjalë që ke thënë, për çdo mesazh që ke dhënë dhe vazhdo të komuniko, mos u lodh kurrë, sepse nuk e di pse, po unë kam të fiksuar që secili prej nesh ka një mision dhe vjen me një mision këtu. Misionet tona si duket e pas kanë një pikë të përbashkët. Faleminderit. Sa kontribuese jam, unë aq kontribuese je edhe ti. Njëjtë. Sepse nëse unë nuk do ekzistoj asti. Është si klishe kjo. Por nëse unë nuk do kisha hapësirën për të folur, nuk do vija të flisja. Më kupton, jemi, domethënë, absolutisht njëjtë. Janë sa gjëra, për ta mbyllur, që kur neve nuk kemi fjalë t'i shpjegojmë, i ndjejmë ato. Spiritualiteti ka të bëjë me unë jam. Pra, është më e rëndësishme të jem në paqe dhe në harmoni, se sa të di sa bën 1+1. Apo ta di filan rrugë, filan histori. Pra dia është e jashtme, vetdia është e brendshme, dia është varësi, vetdia është liri.